I nderuar atë Spirit, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Në letrën që Apostulli Pavli i drejton Korintasve, në një situatë të vështirë që ai ndodhej sepse kishin dalë disa mësues të rem që vinin nga Judeja, që kërkonin ta rivalizonin Apostull Pavlin dhe ndikimin që kishte ai si themeluesi i kishës së Korintit, dhe kështu e detyruan Apostull Pavlit që ai të tregonte se kush ishte në Zotin. Dhe shikoni çfarë ai thot. Të mburret nuk më intereson, sepse do të vinë në vegime në zbulesë të Zotit. Di një njeri në Krishtin përpara 14 vjetësh. A me trup se di, a jashtë trupit se di. Perëndia e di se ky njeri i tillë u rrëmbye deri në qiellin e tretë. Dhe e di njeriu e tillë, a me trup se di, a jashtë trupit se di, Perëndia e di se u rrëmbye në parajs, dhe dëgjoi fjalë të patreguara të cilat nuk lejohet t'i flas njeriu. Për të tillë njeri do të mburem. Po për veten time nuk do të mburem, sepse vetëse për dobësitë e mia. Sepse sikur dua të mburem, nuk do t'jemi marrë, sepse të vërtetën do të them, po druhem se mos mendon ndonjë për mua më tepër nga ajo që më sheh dhe nga ajo që dëgjon prej meje. Pra, le të ndalemi pak këtu dhe të flasim pastaj për më poshtë. Apostulli Pavli thash ishte detyruar të mburrej në Zotin për rrevullatat, për vegimet që ai kishte nga Perëndia. Apostulli Pavli nuk ishte një njeri që e kishte marrë të drejtën e apostollimit nga njerëzit, por si dhe apostujt e tjerë, ai kishte marrë direkt nga Zoti. Madje Apostulli Pavli ishte nga njerëzit e privilegjuar që në këtë jetë ai ishte marrë në parajs, në qiellin e tretë. Do dim se janë 3 qiell. Qielli i parë është qielli atmosferik, që kemi ne rreth tokës, qielli i dytë është qielli i universit, dhe qielli i tretë është vendi që është përtej kohës dhe hapësirës ku ri Perëndia me angjit dhe shenjtorët. Dhe këtu pra shkovi Apostulli Pavli. Ai nuk na tregon si shkoi me shpirt, a shkoi me trup. Këto janë misteret të Perëndisë që neve nuk duhet të ndalemi, se mendja jonë nuk arrin dot t'i kuptoj. Por ama ai ishte atje. Ishte atje dhe foli me Perëndinë. Dëgjoi zërin e Perëndisë dhe mësoi gjëra të cilat mendja njerëzore nuk arrin dot t'i deshifroj, aq më tepër dhe goja njerëzore ka të pamundur që t'i shpreh. Të dashur të krishterë, shpesh herë neve e kufizojmë besimin në Zotin për gjëra toksore. Madje edhe kur bëjmë një jetë fetare, pra një jetë të përkushtuar, një jetë misterore, pak na shkon mendja për mbretërinë e Zotit. Por e shikojmë Zotin vetëm si një aleat, si një bamirës, vetëm për gjëra toksore që të rregullojmë mirëqenien tonë, gjendjen tonë shoqërore, shëndetin tonë, biznesin tonë, familjen tonë, e këto gjëra të cilat janë të dheshme, janë të përkohshme. Çfarë thot Zoti? Mos kërkoni shtahani, shtëpini, shtëvisheni. Pra gjërat imediate dhe gjërat toksore. Perëndia e di që keni nevojë për këto gjëra, por kërkoni së pari mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e Tij, dhe të gjitha tjerët do t'ju jepen si shtesë. Çfarë na bën ne që të besojmë? Për çfarë ne vim në kish? Për çfarë ne lutemi? Për çfarë neve ushtrohemi? Për çfarë neve bëjmë edhe vetmohim të vetëson duke u shmangur mëkatit, ose bëjmë asketizëm duke kreshmuar dhe agjëruar? Për çfarë i bëjmë to? I bëjmë pra që të bëjmë i gati për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë. Dhe kjo është pra qëllimi i jetës, për të vajtur në parajs. Parajsa ekziston, nuk është një mit, siç mund thot dikush. Është një vend real, për te kohës dhe hapësirës. Vendi që ka krijuar Perëndia për qëndruar ai me angjët dhe shenjtorët.
Pra, gjithçka që ne bëjmë është që të arrijmë atje. Ky është destinacioni ynë final. Ne këtu në këtë botë jemi në udhtim dhe nuk duhet përqendrohemi tek udhëtimi, por te destinacioni. Dhe të dashur të krishterë, në qoftë se neve në këtë botë mund të arrijmë të gjitha, por nuk do hyjmë dot në mbretërinë e Zotit, ne kemi bërë gabim më të madh. Sepse sikur në këtë botë të gjitha të mirat i kesh, të gjitha pushtetet, të gjitha lavdit, ti do t'i humbësh një ditë. Kurse ajo në botën tjetër, ajo që është në mbretërinë e Zotit, e lavdëruar dhe e pavdekshme, është e përjetshme. Kështu që ky është qëllimi. Për këtë ja vlen të sakrifikojmë. Këtu duhet këmbgulim të hymë në mbretërinë e Zotit, në parajsën e Zotit, që ato që syri nuk i pa dhe në mendjen e njeriu nuk hyn, ato ruajti Perëndia. Vendi në parajsë është një vend që mendja jon njerëzore nuk mund ta rrok dot dhe ne nuk shprehemi dot, edhe sikur të ishim atje t'ia tregonim dikujt. Thuhet një herë që një njeri i shenjtë shkroi një libër për parajsën, por ai nuk arriti dot ta përfundoi. Dhe kështu fjeti në Zotin dhe u largua. Në një vegim që pati me mikun e vet, atëherë miku i tij i tha: "Vërtet vajte në parajsë, po e le librin pa shkruar." "Bëra mirë," tha, "që nuk e shkruaj ta, sepse është e pamundur të shprehen gjërat që janë këtu me gjuhë njerëzore." Janë gjëra përtej logjikës sonë. Atje nuk ka idhërim, atje nuk ka lot, atje ka vetëm gëzim, atje ka lumturi dhe është një gjë që neve vetëm e parashijojmë disi në këtë jetë. Prandaj këtu duhet të këmbgulim për të hyrë në mbretërinë e Zotit dhe për të marrë me gjëra të vogla, gjëra të cilat paganët i kërkojnë Perëndis, sepse janë njerëz thjesht që jetojnë vetëm për gjërat e kësaj jete, kurse ne duhet të kërkojmë gjëra më të mëdha, të kërkojmë të hyjmë në mbretërinë e Zotit. Por mbretëria e Zotit thjesht nuk është vend. Mbretëria e Zotit është vetë Zoti. Prandaj, nëse ne nuk kemi komunikim me Zotin, një bashkim personal me Zotin, ne nuk do hyjmë në mbretërinë e Zotit. Kjo është arsyeja që kisha na jep misteret, dhe misteri më i madh i kishës është kungata hynore. Kur neve kungohemi me trupin dhe me gjakun e Krishtit, bëhemi njësh me Krishtin, bëhemi krishtër dhe jemi në mbretërinë e Zotit, se ku është mbreti është mbretëria, është parajsa. Prandaj, nëse kungoheni dhe nuk e shijoni parajsën, tregon se nuk jeni kunguar, nuk ka ardhur Krishti tek juve dhe tek unë. Por thjesht ndoshta kemi marrë vetëm bukë dhe verë, por nuk e kemi marrë Krishtin. Nëse ne marrim Krishtin në të vërtetë, brenda nesh ndodh një revolucion. Neve nuk mund të jemi më të hidhëruar, as të trishtuar, as të dëshpëruar, as të udhëtuar, sepse Krishti ka ardhur tek ne dhe ne jemi në parajsë. Prandaj mund të vish në kishë i hidhëruar, mund të vish në kishë i ngarkuar, i mërzitur, i lodhur, por kur del nga kisha duhet jesh i gëzuar, duhet jesh i fuqizuar, duhet jesh i lumturuar. Po çështja është, a e marrim ne Krishtin brenda vetes? A e bëjmë neve veten vend ku Krishti të banoj tek neve, apo thjesht bëjmë një rutinë? Vim këtu thjesht se duhet vajtur, se është mirë të shkosh në kishë, se është mirë të kungohesh, se të jep shëndet. Jo, nuk është kjo. Kjo është për ata fillestarët, për ata që kanë kohë në kishë. Kungata është të shkosh në parajsë, të jesh në parajsë, pavarësisht se fizikisht mund të jesh në tokë, por shpirtërisht je në parajsë, sepse Zoti është me ty. Por le të flasim dhe për diçka tjetër shumë të rëndësishme. Dhe që të mos krenohem për zbulesat e shumta, mu dha një gjëm në trup, një ëngjëll i Satanaj që të më bie me shuplaka që të mos krenohem. Për këtë 3 herë ju luta Zotit që të largoj Satanaj prej meje. Dhe më tha: "Të mjafton hiri im, sepse fuqia ime në dobësi tregohet e përsosur. Me gëzim të madh pra do të mburem më tepër për dobësitë e mia, që të rritë tek unë fuqia e Krishtit." Tani na duket një paradoks. Ky pra apostulli Pavli që hyri në parajsë, foli me Zotin pa misteri që nuk shprehen dot, këtij me lejen e Perëndisë ju dha një demon.
Pra, këtu vim tek ata ta ashtë të quajtur besimtar, që thonë, ç'është kjo punë me demon? Si mund na ngacmojnë e demoni? Ne jemi besimtar, po shikoni se demoni shkoi dhe ngacmoi edhe apostulli Pavlin me lejen e Perëndis. Pse? Që të mos krenohet. Një nga rreziqet e jetës shpirtërore është krenaria. Prandaj dhe Zoti lejon luftën shpirtërore. Kur kemi luftë shpirtërore, tregon që kemi doza krenarie, egoizmi. Çfarë i tha Zoti i Shën Siluanojt? Gjithmonë krenarët vuajnë nga demonët. Derisa të përulemi. Pra lufta demoniake është antibiotik kundër virusit të krenarisë. Kështu që të shlirohemi nga kjo smundje shumë e rrezikshme që hodhi dhe kryengjullin nga parajsa, duhet përulemi. Por që të përulemi kemi nevojë për mjete. Një ndër këto mjete është tundimi ose lufta që na bëjnë satanaj, mendërisht, shpirtërisht dhe trupërisht. U lut apostulli Pavli, por Zoti tha, të mjafton fuqia ime, se në dobësi duket fuqia ime. Këtu është misteri. Shpeshherë neve mendojmë se duke qenë të zgjuar, duke qenë të suksesshëm, duke qenë njerëz me pozit, jemi të fortë. E kemi gabim. Aty jemi të dobët, se thjesht jemi njerëz. Por kur e ndjejmë veten të dobët, të poshtëruar, të përbuzur, të sharë, të mallkuar, të luftuar, të varfër, aty jemi të fortë. Sepse kur ne përulim veten, e zbrazim veten nga egoizmi, aty vjen Zoti. Fuqia e Zotit vepron tek neve dhe ndodhin çudi dhe mrekulli. Prandaj thotë dhe apostulli Pavli, nuk do mbure me gjë tjetër, vetëm me dobësitë e mia, që fuqia e Krishtit të rritë tek unë. Kështu dhe ne të dashur të Krishtit, mos kemi turp të themi po jam njeri i dobët, jam njeri i mangët, jam njeri i met, jam njeri i paaft, jam njeri që nuk mund bëj dot asgjë. Por të lutem o Zot, unë ky jam i pavlerë, ti mund bësh gjithçka me mua. Ky është suksesi. Zbrazim veten ton, përulim veten ton, pranojmë dobësitë tona. Atëherë vjen çudia, sepse Zoti qëndron tek shpirtrat e përulur, e zbrazur nga krenaria dhe egoizmi. Kurse shpirtrat krenar, Zoti qëndron larg, madje i urren se janë të ngjashëm me djallin. Të dashur me Krishtin, jeta na ka mësuar që në vuajtje, kur ne i përballojmë me Krishtin, ne nuk humbasim, ne fuqizohemi. Kjo është shumë e vërtetë. Sa herë për shembull kemi kaluar një sfidë, në Krishtin kemi dalë më të fortë, sepse këtu pra qëndron fuqia e Krishtit. Atje ku jam i dobët, atje jam i fortë. Amin.